Mirëmbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar kudo që ndodheni. Dashur shqiptar, 82 vjet me sistem serb edhe 35 vjet me sistem serb, grek, francez. Dashur shqiptar, do ishte ditë e fundit, sidomos sot do mbahet në histori data 12, data e krimit, data që i ka vjedh shqiptarët, data që i ka djegur shqiptarët, data që i vrapin në mes bulevardit 4 shqiptarë që ata ishin të pangren, pa piruj, kur ishin në demonstrat kur u vranë. Është data 12, data që njerëzit kanë hyrë në burg për një dritë. Kanë hyrë në burg për të udhisur korrentin, sepse në dimër është shumë ftohtë. Shqiptarët kanë hyrë në burg për asgjë. Kanë hyrë në burg, ju e dini fare mirë, një grua e vjetër 80 e ca vjet, duke rregulluar qymezin e pulave, hyrën në burg. Të gjithë kanë hyrë në burg shqiptarët. Kurse hajdutët dashur shqiptar, për 35 vjet, me miliona dollar dhe biliona dollar, kanë vjedhur, asnjë s'ka hyrë në burg, edhe asnjë nuk ishte bërë i mirë pasuria, sepse ishte pasuri e vjedhur. Pra shqiptarët e mi, unë remërova mbrëm, sot është dita serioze, unë po flas sot në emër të misionit tim, unë po flas sot në emër të qeverisë teknike, unë po flas sot si shqiptar, brez pas brezi, që kanë shkrirë pasurit për çështje kombëtare. Unë flas sot në emër të intrenuarve dhe të burgosëve që nga 44 dhe deri me 74. Pse e them 74 dashur shqiptar? Për arsye se i vranë patriotët, fëmijët e tyre i futën në përburgjet e Burelit, plaka, pleq, kalamanj në përkampet e intrenimit, nga familjet më të mira që kanë mbrojtur këtë kombë e këtë vend. Po ashtu, për 46 vjet, u bë Shqipëria tel me gjemba, punonin në për kooperativat, punonin në për fermat, kjo ishte Shqipëria, punonin në ditë me bukthat. Bas 75 dashur shqiptar, filluan hanin kokën e tyre që në Beqir Balluku, në Petri Dume, në Kadri Azbiu, e me radhë, sepse fillonin të hanin kokën e tyre për çështje karrike, jo për çështje politike, po për çështje karrike. Edhe kur u vran me dorë mbyllur në grusht, rroft komunizmi, rroft marksizmi, thrisnin edhe plumi kur u vinte. Ishën të betuar, po ashtu si që ka lënë klyshët e tyre për 35 vjet, që përzen intelektualët jashtë detit dhe ngel vetë. Të dyja partit dashur shqiptar, që quhet një PD e një PS, së bashku me qindra parti, vetëm nga një kryetar, jo antar, vetëm kryetar, ata që mendoni të bëni zhurmë, u thoshin e hapni një parti, ju japëm një rrogë, u japëm një vil, e mo bëni shamat. Dhe ata, sepse nuk ishën për politikë ata që kanë krijuar partira, pavarësisht se thonë kemi qenë në burg, po ata kanë qenë në burg për çështje ordinere, për vjedhje, kanë qenë në burg e jo për politikë. Ata që ishën për politikë dashur shqiptar, ata vdiqën në përburgjet, vdiqën në përkampet, edhe ata që ngel u liruan dhe mbas një vit, 2 vjet, vdiqën nga torturat që u kishën bërë me dekada e me dekada në përburgjet. Të dashur shqiptar, sot ka qenë dita e vdekjes e hidhrimit të 3%. Sot, nëse shqiptarët më dëgjojnë me vëmendje, sot
është dita e çlirimit të Shqipërisë nëse do dini të veproni. Shqiptarët e mi, çdo gjë që u kam thënë, edhe që kam folë në emër, si që thash, të patriotëve që kam parë me sytë e mi kur janë vrarë, që kam dëgjuar intelektualën në për kampet e internimit që kanë vdekur, ishën profesora, inxhiniera, doktor, filozof, i vranë. Pra, Peleshi, bashkë me Spiro Palën e me disa rrugaqë të tjerë që shkuan me parat e taksave vajtën në Amerikë, po e flasë vetëm fjallën, pamarësi se udhëheqësi tyre ishte Fatmir Mediu me qesen me para, sepse gjoja ishte i Partisë Republikane, që ai nuk e njeh çdo thot Parti Republikane, ai nuk njeh çdo thot politik, pa e njeh hajdut, vrasës, vjedhës. Pra, Peleshi në atë kompani që ishin, që të gjithë po thuaj hajdut, sidomos Peleshi e firmosi që kur të kthehem në tiranin e spionazhit, sërb, grek, francez, do të jem për krah të spakut. Po ashtu edhe Spiro Pali. Por Spiro Pali e tha para ca ditëve, dashur shqiptar, ju këthe Berishës e tha, tim ke hequr nga puna, edhe vërtet ajo është. Unë nuk kam thënë gjithmonë, dashur shqiptar, unë flas hapur, pa letra, flas në gjuhën e nënës time shqip troq, pamarësi se disa maraushga o miza kali që janë për televizor për humor, që janë televizor që kanë turpruar racën shqiptare, sidomos në Top Channel, që i thonë Big Brother. Pra arsye dhe shumë 85 të quajtur analist, të quajtur gazetar, jurist, flasën në mënyrë gjojas kur janë ndarë më dy parti, pa të janë të njëjtit brum, janë të njëjtit mëlqi, të njëjtit zemër bolshevik. Nuk ka më keq të dashur shqiptar se klyshi i qenit, sepse i qeni është rrahur edhe e di formulitetin edhe rrugën. Kurse klyshi ishte i parrahur, ra me njëherë në Flori, ra në para, sa u thanë fëmijëve të tyre që ne kemi qenë milionerë para komunizmit. Në fakt, ata ishën që s'kishën edhe këpuc, po ikni zbathë. Sepse një racë që është e keqe dashur shqiptar, sa do t'ja për shkollë, nuk për shkollë. Sa do t'a ngresh më kem, a i bje me gjunjë. Kur ngret me gjunjë, a i rëdzojt bje barkas. Ata njerëz, dashur shqiptar, ata njerëz u kanë shtypur ju për 35 vjetë. Ata njerëz u kanë shtypur ju që kaluat me vapor, me 90-ën, dhe sot jini nga 60 vjetë dhe fëmijë tuaj janë nga 30 vjetë. Pra, kjo sistemi është, të dyja partit anti-shqiptare. Pse e them anti-shqiptare, dashur shqiptar? Nuk e përsërit 1000 herë, po prapë po e përsërit sot ditën e fundit. Sepse në 97-ën e bën dy partit për të vrarë shqiptarët, hapën depot, prishin avione, prishin e kurudha, armatimet që ishin me miliona armatime. Punohen shqiptarë si slev, vetëm për të mbarë armatimet që kishë në halë, gjoja mos vinte flota e 6 amerikane. Pra këta të dashur shqiptare shkatruan Shqipërinë, arritën sa hapën depon për të vrarë shqiptar, jo për të patur armë, për të mbrojtur nga armit qekullor. Jo, 35 vjetë jemi vrarë, jemi torturuar nga mizat e kalit që ju patë sot në parlament. Në 97, piramida dashur shqiptar, ju që më dëgjoni e dini fare mirë, punuat si slev, mblithni të ullin e Greqis, lanit e pastronit, plirat e grekve, erth dhe dhatë para që u thoshin 1/4. Hithni në thes, po sa para ke, kam 50.000 lekë, të mbesojnë. Nuk e kuptoni shqiptarët, u amblodhë shqiptarët parat,
u mbyll piramidat, vetë presidenti në atë kohë, Berisha, fliste dhe bërtiste që janë të garantuara. Kryeministri Meksi, thoshte janë të garantuara. Ku është Meksi? Meks, je gjallë. Ku je? Ngreu, thuaj realitetin. Se edhe deshtë të vriste Berisha, te di fare mirë, po mos ishim ne. Ti ishe eliminuar. Pra që keni bërë Shqipërisë? Thuaj të vërtetë, dil sa e ke shpirtin gjallë. Dile thuaj shqiptarëve, kush të shtyvi që u bën piramidat? Kush u shtyvi që ke qenë kryeministër? Kush u shtyvi që u hapën depot armatimi? Kush të shtyvi që s'lan vresht pa prishur? Nuk lan fabrika që ishën bërë me gjak nga të burgosërit politik. Laçi, fabrike Laçi nga të burgosërit politik. Vushkruj e Cimentos nga të burgosërit politik. E Elbasanit e Cimentos nga të burgosërit politik. E Fierit të Mallakastrës nga burgosërit politik. Krypa e Vlorës nga të burgosërit politik. Kanale, që u hap kanali Vjosa, që rrethon të Fierin Aneman me të burgosërit politik, që qendra ishte e burgut në Shtyllas, që punonin si slev. Mbasi i këtë burgosur, kemi vajtur ne, ti intrenuaret në Shtyllas. Kanë bërë kanalin rreth e Vërdall, e kanë takuar me lumin. Pra të dashur shqiptar, çfarë nuk kanë bërë? Si e lanë naftën, kujt ja dhanë? Apo jo, Shqiponja. Edhe sot flet e përdredh një doktor, i quajtur një doktor, sekretari i NIS, që rrëzonte kishat e xhamit Sheu. Dhe sot deputet gjithmonë, pa lëvizur, ata që u kanë vrarë. Ajo ishte emri ti, Shqiponja, nafta, që u shpu serbit, që u bëj Shqip, për të vrarë më vonë dhe Kosovarë, për të vrarë bosnjakët, qëllimisht. Janë harruar këto, jo. Bomba që u hodh në Gërdec, me një drejtoresh, një fëmijë, që sot i vllai i saj quhet deputet. Balliu, me ballin, që deri i dje rrinin me pardesy të bardhë, rrinin aty, në hoteli, që i thoshin hoteli turizmit të Tiranës, ku rrinin spionët, ku bënin planet e arrestimit. Pra këta njerëz të dashur shqiptar u kanë shqyer. Këta njerëz, nenat dalën vinë Tiranë, a mo gjyktar, dhe ti do t'jesh aty, popli do të gjykoj për krimet dhe për gjykjen që se ke mbaruar. Mos harruane, jo. Nenat qajnë nga vora. Qajnë që i shvrar fëmija dhe gjykjen t'i e shtyn dit për dit. Ti një Rrugaçi dhe një Fatmir Mediu. Pra, po 21 janari, mu të harrojnë, që u vranë, erdhë nga Fieri, nga Katran, nga Mallakastra, erdhë pa bukë, pa ujë, janë vrarë. Edhe Zoti, edhe Hasmi, kur të vret, t'jep një gotë ujë, para se të pushkatoj. Pra, këta që ka bërë këta se ka bërë njeri. Po dashur shqiptar, sot, është treguar që ju ta dini, po ne e dimë, është kundra Amerikës. Votuan sonte kundra Amerikës në mëngjes. E pra Berisha, Pardia dogje Karriket, dogje Vilin Enver Hoxhës. Pse sot nuk e dogje? Të diqe dhe vetën tënde, që të gjershe një histori a here. Po ike si lamash, dual të ju të pëdes, gjoja të pëdes, ju Rrugaçër. Dual gjoja dhe vajtët në publik, mu të shojmë. Dual të atje flet, se nuk e dogje. Sepse e di se qa behet. Po e unë po e them hapur sot të dashur shqiptar, ju e dini. Të gjithë këta do hiqen zvarë në përburjet. Krimit që kanë bërë ju. Ja pra se nuk e djek, por rria dy. Pardia dogje Karriket, para ca kohë. Ja hodhë kapelën policit, a i deputeti Fieri, që ke dhe aty. Ja hodhi kapelën policit. Hodhi flamur shqiptar, se nuk është shqiptar. Ky është e flamuri në kapelën. Me im polic
që merr $600 në muaj. Të më falin shqiptarë që kam ngritur zërin, po ka ardhur koha për kugo, për të bërtitur. Ka ardhur koha për të marrë në dorë frenat. Ka ardhur koha Amerika është me ju, o sot po kurrë. Të dashur shqiptarë, kemi ardhur për ju. Populin që e kam në Terezi, po ka ardhur për ju. Jam i betuar, kam ardhur për ju këtu, për të bërë Shqipërinë. Po Shqipëria nuk bëhet me mua e me 13 ministra, po bëhet me ju. Bëhet me ju që t'jini, bëhet me ju të policisë, që nuk do hiqen vetëm të quajtur shefat e tyre. Pra, dashur shqiptar, ka ardhur koha e realitetit. Ka ardhur koha e shqiptarëve ta marrën në dorë. Jo të djegën, po të dinë se është e bëjnë. Të marrën litare e t'i heqëm zvarë deri në Kali Skënderbeu. Ka ardhur koha e realitetit. Amerika është me ju. E haj pa që thanë ambasada. Ato që duan Shqipërinë, Gjermania është gjaku jonë, Austria është gjaku jonë, armiku tonë shekullor francezë, englezë, dhe të bëjnë sa të duan të bëjnë të mirë. Po jo, na kanë coptuar, edhe këngën që kemi vënë është realiteti se kush na ka bërë cop. Erdhi koha shqiptar, erdhi koha e juaj. Ju gjithë më shkruani, e sot dua ta di të shkruani realitetin. Jo me mashtrime, se kam mësuar këtë fjalë në Shqipëri. Po të shkruani realitetin, çfarë doni të bëni? Jemi gati. Amerika është me ju. Ambasada amerikane është tuaja. Kur them tuaja, e di, mi për mi, është tuaja. Se Pelin që nuk ka ardhur kot këtu. Jam me mision të posaçëm për kombin tim, për fëmijët që këtu po vdesën, që u kanë dhënë droga, për shkollat që janë mbyllur, për intelektualet që janë e heshtje. Mos dëgjoni televizor, mbyllin, ata janë hasmi tuaj. Ata janë milionierë, bredhen me makina me xhame të zi. Policia është yzbeqar, shqiptarët janë yzbeqar. Të kuj? Të pisave francezë, të serbëve, të grekëve, kanë arritur e në Kosovë të futën sherrë. Të dashur shqiptar, Ministria e Brendshme është bërë Ministria e UTB-s. Do t'u nxjerr nesër fotot duke vizituar këta që hiqen burra të mirë. Bëjmë demonstrat, thonë. Çfarë demonstrat? Ku jeni shqiptar? Më kërkoni, thoni të vim në Tiranë. Po, nesër do t'u them orën dhe datën. Po jo për revoltë, po për të takuar vëllan me vëllan, se jeni sherrë në familje. U ka futur sherrin këto dy parti anti-shqiptare. Një është bërë, motra është bërë me pësen, vëllaj me pëden, nipi, stërnipi, me lecin, tjetrin, me parti të ndryshme, lapin, dapin, si i kanë emrat sërbë. Pra shqiptar, është ditat e fundit për ju. Nëse ju nuk i doni fëmijët tuaj, tu vinë, që asteku i tyre në Amerike, në Evropë, është bërë ujë nga djersa, duke qarë, që duan të kthehen në tokën e Shqipërisë. Sepse shqiptarët janë tregtarë të mirë, por nuk i lenë. Nuk i lenë. Ju mendoni shqiptarë se ata që thonë kemi hotel janë të tyre? Jo, ata në yzbeqarë. Ne i dim fare mirë. I kanë bërë rrugët për të prishur, për të vrarë shqiptarët. Pra e nxuar kokën sot në shesh. E pat vetë nuk ka dashur as pëde, as pëse. Janë të dyja anti-shqiptare, anti-amerikane, anti-gjermane, anti-shqiptarve. Pra shqiptar, erdhi koha e juaj. I pat, ja ku e kini. Ne mund të tregojmë përsëri në 10 vapori kur erdhë, që u bushën 5 vapor me djemtë e Shqipërisë, që
ishin i shqer me talona. Dhe sot më kërkojnë të kthehen. Sot më thonë të vim në tokën tonë, të babës tim, thonë, të nenës, të gjyshit, të së gjyshve. Pra dashur shqiptar, ka arritur koha atje ku s'ban më. Thirrja ime është për të gjithë shqiptar, për 97%. Jini të bindur shqiptar. Spaku i ka vajtur lajmi sot që në mëngjes. Para se të bëshin. Prap lajmi tjetër vajti mbas orës 3. Të gjithë do arrestohen. Nuk janë vetëm këta dashur shqiptar. Janë dhe mizat e kalit në për televizorët, që kanë vilat që si ka asnjë në Amerikë. Nuk i kanë ato vila senatorë, kongresmenë që kanë me shumë vite, që janë Amerikanë gjysë tërgjysh dhe nuk kanë vilë. Si ato vila unë që kam parë, e që i dini dhe ju, që i shigoni me sy, me roje. A që kanë vjedhur parat tuaja. Ju e keni në dorë. Nëse i doni parat janë për ju. Nëse i doni hotelet, janë tuaja. Nëse i doni vilat, do t'jenë tuaja. Punë e këtyre do t'jetë burg. Mua më vjen keq për fëmijët e tyre, se do venë në përburgje, mendojnë të u shpinë nga një paket cigare. Shqipëria do kthehet. Nëse ju doni të dini të vërtetën, nëse ju doni tokën tuaj, nëse ju doni këtë flamur, që e shini vetë, a i shini aty, janë demonstratë, thëmë. Ka dhe në flamur shqiptar? Absolutisht asnjë. E kush është aty? Kanë erdhur për t'i shpëtuar ata 40 deputet që janë të emëruar. Shikoni një nga një, kush është deputet? Shikoni, janë miqtë e tyre. Pra, zotnin qofse na gjedh vapori me 90, të 90-ës, i hidhen nga vapori. Pra, shqiptarët e mi, ju e pat vetë, shikoni vapori, si hidhen njerëz. Këta më shkruajnë mua dashur shqiptar, kam me qindra dhe me mira, kam 1 vit e gjysmë, po pse nuk e bere dije, e mund dali pyetja, sepse donje që ju t'i shini të dyja partit. Në qovë se ne e bemin para 2 vjetëve, ju do thoshit Pilinçi na prishe pëden, na prishe pësen, pa ato janë të dy anti-shqiptare. E vullosën sot me vullën, e vullosën sot me gjakun e shqiptarve që u kanë pirë. Me këte është vullosën sot. A e pat, dhe u thash, mos hidhuni në gërmin atyre deputetve të emëruar të PS-s, apo një 2 të PD-s. Mos se do bëni pishman, mos se u hap dosja sot, të gjitha ata që votuan dhe kanë damkën, ku do që t'jenë në përburgje, do ngelet një histori. Krim i krimit, anti-amerikan, anti-shqiptar, anti-gjerman, anti-austriak. Se e them Austrin, dashur shqiptar, Princi Vidi erdhi për të mbrojtur Shqipërinë, nuk erdhi për ta globoroar, për ta mbrojtur se është gjaku jon. Pra, 2 miq kemi në Evropë. Të dashur shqiptar, të janë shqiptar, të janë që po qajnë natë e ditë, që s'kan parë një ditë të bardhë, sepse fëmijët e tyre duhen të kthehen në Shqipëri, në tokën e shqiptarëve. Janë shpresa e shqiptarëve, sepse këtu kanë ngelur rrugaqëria, kanë ngelur hajdut. Në këtë rast, unë u them të gjitha atyre që bëjnë antetat, që u bëjnë disa që po vrasën njëri tjetrin, larg, mos dëgjoni politikën, mos dëgjoni Edi Ramën Peleshin, mos dëgjoni Ballën,
se aty me shpatra pas murit do e në burg. Mos dëgjoni Quqin, mos dëgjoni Manjanin, që e i quajtur avokat turpi bot. A i s'është avokat, a i është dordolec, sepse e tregoj vetën sot si e një ligjin. Me 16.000 tonë 6.000 flet. Jo, dashur shqiptar, janë 32.000 flet për një person. Kurse për Salin, për Edi Ramën, një vagon treni me dosje për 35 vjetë. Sidomos e për Salin janë edhe para në 10 dosje. Janë dosje të gjithë që u grinë, u vranë. Pra, unë mendoj një sot se Saliu do lante tërgjunat sot, do digjte parlamentin, ata që do votonin, a here do t'i ullqe dosje ti. Por doli si fani spathi, me qetësi, nuk do gja as karrike as hodhi, nuk beri as një zhurë, por doli para 10 shqiptarve, të fatkeqësi që u kështë dhenë nga $300 për person, lekët tuaja, doli atje, a here Sali, nëse të prap të tullet pak dosja, deklarot tash i basme dhe thuaj, ne si deputet nuk vëmë në parlament. Largojmi, bie parlament. A here, por ti do të marrësh edhe rrogë, por nuk është punë e rrogës të edhe, se ke biliona $, po është puna se je bashkë. Po dosja tuaj do dali jo vetëm në publikun e Shqipërisë, por në Evropë. Do habite dhe Evropa nga dosjet tuaja që keni bërë kombit shqiptar, me bashkëpunim, nga dëmi që keni bërë Kosovës, e që po i beni çdo minut, a i presidenti që keni emruar, ka vajtur, është ullur tavolin me spionazhin sërb para një javë. Është me foto me të gjitha. Ta jeni ju, e dërgovi Edi Rama. Edi Rama ne kemi fotot e dy jasë, duke hypur në avion me të besë, duke vajtur në Beograd. Pra, shqiptarët e mi, mund të theme 2 fjalë të tjera, lufta e tretë botërore të dashur shqiptar ka filluar shumë e ashpër. Amerika është një të dashur shqiptar. Është një, pamarësisht, se edhe atje kanë filluar të fillojnë, pamarësisht se ka 3 ditë, e sidomos në këtë minutën që flas, është mbledhur senati. Sepse urdhri që është dhënë për të goditur Iran, shkollat njërën tjetër, është dhënë jo nga Amerika. Është dhënë nga njerëz që donin turbullimin në Amerikë. Të dashur shqiptar, Amerika është një. Dhe atje ka një rrullë, do ka një ligj, ka një rregull. Pra, parlamenti po zgjedh, po i kërkojnë llogari generalëve. Kush u ka thënë të godisni? Pse keni goditur shkollat janë nga dekada? Pse keni godisur ku atje nuk duhet? Për hatër të kujt? Për hatër të një kryeministri hajdut të Izraelit, që vrau njerëzit e tij të njëjtën si në Shqipëri, që këta që të dy me Edi Ramën vrasën shqiptarët për interesat e tyre personale. Por jo, Amerika ndalovi. Nuk të godas. Ne. Ajo të bëhet lufta, të coptohet si ta kenë qefin Izraeli. E kam fjalën, mua më vjen keq për të Izraelit. Unë përsëri i them Iranit, mos vrisni popullin, se populli ju jeni një gjak. Pavarësisht se jeni të ndryshëm dy fe. Pra, mos godisni se po e përlani Izraelin. Kanë ikur të Izraelit natë e ditë, ikën largohen,
vjen në Egypt, vjen kudo, kërkojnë strehim. Për hatrin e një farë kryeministri hajdut që nuk gjendet ku është. Ne e dim ku është. Por populli vetë do të vari për gjuhë, që ka bërë dëm. Dhe këtu mendohet, nga këta mizat e kalit hapën, që do godas Irani, kur s'godet Irani në tokën e Shqiponjave. Çdo gjë është rregull. Por, që të dy këta, Saliu, se bashku me Edi Ramën, që kanë sjellë 3.000 veta në Durrës. 3.000 agenta, 3.000 kriminela. Edhe kemi marrë vesh që u kanë dhenë edhe pasuri, po jo s'do kenë pasuri. Edi, largoj sa më parë këto minuta që je, sepse ti do të njaj më kej se Balluk, se Beqir Balluk. Demi që po i bën kombit. Jo me Rusin ti e shti, por s'ke vend ku vete më. Ati që bere sot ti, që hodhe poshtë Amerikën, sepse s'paku është i Amerikës. Pra shqiptarët e mi, kosovarët e mi, mos dëgjoni se kush u vjen, që të gjithë ata që u vinë si punë e ati, pedafilit që u ka erdhur, apo u vjen përsëri, mos se pranoni kurti në asnjë mënyrë që nuk është me urdhë të Amerikës, po është me urdhë personal të dikujt tjetër. Pra çdo gjë po verifikohet dhe po shikohet. Mos futni sherr si ti dhe presidentja që është sot, e ti që quhesh sot si kryeministër, pa nesër nuk do t'jesh, mos fut në sherr Kosovën. Kosova janë shqiptarë. Kosova ka këtë flamur kurti, jo flamur tjetër. Pra, mos dëgjoni ata që u vinë, se ata s'janë kur kushi nga Amerika. Ata janë që të bëjnë përçarje Shqipërinë, sepse edhe ata kanë vjedhur në Kosovë, kanë vjedhur në Shqipëri. Ai pedafili ka vjedhur edhe këtu në Shqipëri. Ai shoku i Edi Ramës. Pra, shqiptarët e mi, me keqardhje u them, sot e patë se qa u bë kundra Amerikës, kundra SPAK. Kam 2 fjalë tash për Byron Kombëtare dhe SPAK. SPAK, bravo. Po të them bravo. Nëse ti nuk urdhon Byron Kombëtare, ajo quhet FBI, po quhet Byroja Kombëtare, i kanë vënë emrin këta. 2 partit quhet Byroja Kombëtare. Nëse ti nuk i lajmëron dhe ti arrestosh e ti hiq një zvarr, të bëni një shembull në Shqipëri, të bëni një shembull për armiqt tonë shekullor, që kur t'i shohin ata të hequr zvarr, ta dinë se kush është në Shqipëri. Urgjenca më parë, për ndryshe, po e përsërit e një për ndryshe, ju do arrestoheni. Për dëmin që i keni bërë kombit, për parat që i keni marrë Amerikës, mbi $10.000. Për gjyqtarët që janë të kushtetutës që marrë gati nga $10.000, do mbani përgjegjësi penale, personale, për gjyqtarët që janë tallur me shqiptarët, për çështje pasurive që i shpihen nga e para në e dyta, e treta, e katra e zbresën përsëri, për prokurorët që janë tallur me shqiptarët, për avukatët që nuk janë avukat, po janë me diploma falso, që u kanë marrë edhe atë cop djers, gjakun, u kanë marrë atyre të pronave. Po unë po u them pronarëve të ligjshëm, u erdhi dita e juaj që të keni pronat. Shqiptarët e mi 97% u erdhi dita e juaj që të mirni hotelet që janë tokën e Shqiponjave, të mirni vilat që janë tokën e Shqiponjave. Unë po e them hapur të dashur shqiptarë, e këto që i quani gadroqela, si i quani këto pallatet e mëdhaja, e një që pastron rrugët, do ketë 3-4 hyrje. Gradis, ne do t'i kthejmë të gjitha këto në familje. Ne do t'i kthejmë në të rinj që të martohen, të shohin një ditë të bardhë. Janë bërë
janë për ju dashur shqiptarë. Që ata menduan që do të ishin të tyre. Ata menduan se do të ishin mizat e kalit, ministrat e Evropës. Ata i kanë bërë këtu. Mendojnë se do t'i kishin, po jo. Ne i shikonim çdo gjë, unë kam thënë të dashur shqiptar, 35 vjet nuk na ka munguar 1 centimetër. 1 centimetër. I kemi shikuar cila ambasadë ka vjedhur, e dim. Çfarë ka në Shqipëri, e dim. Ku i ka parat në Evropë, e dim. Pra do japi llogari këtu në tokën e Skënderbeut. Nëse ju do të ngriheni më këmbë, në këtë minutë që u flas, ju jeni barkas, u kanë hyrë më qafë tipat e ballit, e balliut, tipat e Peleshit, tipat e Manjanit, e Çuçit, u kanë hyrë më qafë turpi botës. Ngrihuni në këmbë që jeni shqiptarë. Shqiptarët vërtet janë thyer shumë herë të qindra mijëra vjetëve, por kurriz nuk ka kthyer kujt njeri. Ju këtyre u a keni kthyer kurriz, u kanë hyrë më qafë, i mbajtën, u rrëzuan për dhe, përsëri i mbani. Keni hyrë në batak, nuk u duket as floku, po mbyteni. Ngrihuni se nuk ka më shumë kohë. Ne jemi gati për çdo gjë për ju. Siç e thash, të dëgjojnë armiqtë e shekullit. Fillin që i ka krijuar qeverinë teknike, zyrtarisht, me ministra intelektual. Po na duhen shumë e shumë që të punojnë. Na duhen mbi 3.000 veta të jenë në qeveri, jo më tepër. Të bëjmë zgjedhje të reja një herë, ku qeshi buza shqiptarëve, 80 deputet të dalën nga qyteti, nga rrethi, 80. Tirana nuk do ketë më tepër se 6. Çdo qytet do ketë 1 o 2. Të përfaqësojë atë lagje, atë fshat që është turtuar, që është pa pension, pa bukë. Të ketë 41 senator për ligjet, sepse ligji dohet ky dashur shqiptar. Kjo është kushtetuta amerikane. Ajo kushtetut që është sot në Amerikë, ajo kushtetut që sot është mbledhur parlamenti i Amerikës, senatorët, demokrat e republikan, që po i kërkojnë llogari generalëve, kush të ka dhënë urdhër, arritën disa general sa nuk theni dot përgjigje, kush të ka dhënë urdhër që ti ke goditur në filan vend. Se çdo gjë dihet sot. Çdo gjë kur hidhet bomba, e din ku bjen me milimetra, po jo të bjen në për shkolla, jo të bjen në për fetë të ndryshme. Pra, erdhi koha shqiptar. Nëse do dini, e kini me dit, nuk ka me. Erdhi fundi atje ku s'mban me. Ne jemi gati për të vajtur në zyra të reja. Jemi gati për të përdorur litarin. Jemi gati për populli shqiptar të bi gjyq popullor të gjithve këtyre, që të marrën vesh të gjithë bota se kush është Shqipëria, se ky është vendi i tokës të Shqiponjës. Është vendi i patriotëve që kanë luftuar me shekull dhe fëmijët dhe stërnipat e stërnipat nuk kanë parë një ditë të bardhë. Nëse nuk do të dëgjoni, nuk kam çu bëj më. Kemi ardhur për ju. Kemi ardhur për tokën tonë. Se na i kanë marrë të huaj. Na i kanë marrë mizat e kalit. Nuk kanë kuven, strehim politik, sa të jemi ne, nuk kanë kuven. Këtu do e pi llogari. Se yve mendoat se sot që dhanë votën për Ballukun, ja. Jo. Vota sot ishte kundra Amerikës për Sali Berishën e Predi Ramën. Për Ballukun as u bet, as e kanë në listë. Pare. Por e Mahani, jo e Ballukut. Pare, në asnjë mënyrë. Po e kanë hall për familjet e tyre. E kanë hall për Peleshin, se nuk do t'i ngelet njeri tërë burg do tynë. E kanë hall për Ballën,
që ngriti dorën, bile mund të më tregoj fotografin e njerë kur ka ngritur duart atje, balla e ka ngritur mu në krye, që të shikohet, harrovi që është kemri, jo ajo e votimeve. Shikoni dashur shqiptar, a shikoni kush është balla? Ja ky, me gaz edhe kthen kokën nga PD-ja. Shikojeni me vëmendje të gjithë këta. Shikojeni ky zotnia, deputet, ka kaq kohë. Ja harrova dhe emri. Ky deputeti këtu. Ky është deputeti, as e ngriti karton fare. A i shikoni? Pra, balla e ngriti me të padhe, po e këte nga PD-ja ka ngritur. Pra, të dashur shqiptar. Pra, shikojeni gjafën me kokë ulur. Ka ngritur me kokë ulur kartoni. Pra, këta janë të dashur shqiptar. Këta janë. Pra, ta fytyre këtyre do pastrojnë banjot e shqiptarve. Banjot e atyre që i kanë larguar për te detit. Këta do bin rrugët. Ju e pat dashur shqiptar, do dali përsëri zëvendës ministri i ndërtimeve të rrugëve, do thot sa do paguhet punëtori, sa mi punëtor do ketë, si do të keni inshurancën. Ne jemi serios për juve dashur shqiptar. Unë po bi sakrificë për ju, jo për veten time. Për veten time, unë duhet të jem i rahat dhe i qetë atje ku e kam vendin. Po kam erdhë për ju, kam erdhë për patriotët, kam erdhë për të burgosit që kam vdekur në Burrel e në përburgjet dhe koskat e tyre nuk dihet ku janë. Kam erdhë për të intrenuarët, që ishte mbush Myzeqeja me të intrenuarët. Tanë Këneta. Kam erdhë për Kënetën e Korçës, që inxhinierin më të mirë Sharrën të Vlorës e futën të gjallë, inxhinierin më të mirë. Kurse policia bolshevike hypte mbi kokat e njerëzve në liqen, ka qenë liqeni i Pilinçave. E muar dhe e ben dhe e pushkatuan inxhinierin më të mirë Sharrën, patriotin e familjes. Pra të dashur shqiptar, këto që kanë bërë këta, si ka bërë njeri në botë. Asë në botë si ka bërë njeri. Ate që kanë bërë, sidomos këto fytyra, që shini këto, që këto fytyra për 120 po vrasin kaq milion shqiptarë. Keni frek pe këtyre mizave të kalit, pe këtyre fytyra të shëmtuar. Pra dashur shqiptar, dola sot, dola dhe nga zyra, erdha për ju këtu në televizori TV Shpresa, për t'u thënë të fundit realitet. Nesër përsëri unë do them, po unë pres nga ju, shëgoj çfarë keni shkruar, do t'i lexoj vetë personalisht. Do t'i lexoj, do të shmangem edhe gjumit që rrit 2-3 orë, po të letë fle 1 orë. Pra unë s'kam fjetur, vetëm ke verifikuar kush ishte, si u bë dhe ç'a do bë. Pra shqiptarët e mi, them me dëshpërim, natën e mirë, ditën e mirë, vëllezërit e mi, i jeni në Amerikë 450.000 shqiptarë në të gjithë Amerikën. Amerika është njeshi. Amerika ka një rregull dashur, ka një rrull që i thonë, si i themi ne, ka një rregull, ka një disiplinë. Janë bashkë, janë mbledhur senati i demokratëve dhe i republikanëve dhe po i kojë llogari kush e hapi luftën pa urdhë të senatit. Pse janë vrarë njerëz? Për kë kanë vajtur? Për kë kanë vajtur? Për një person të ndihmojnë, për kryeministrin e Izraelit, të vriten me miliona njerëz. S'keni parë gjë akoma shqiptar çfarë do ndodhi në lindjen e mesme. Pra, Amerika nuk do godasi më, jeni të bindur, por Irani nuk ka armatime të lehta dashur shqiptar, ka shumë të rënda. Por Irani që është përhapur këtu, rrini të qetë,
nuk e godet dot Shqipërinë, sepse ne jemi një shtet që na kanë zaptuar, na kanë vrarë, e di e politike e Iranit, e di e gjitha politikë. Po unë po i them drejtorit të policisë të Shqipërisë, ati që është bërë i ri për ca ditë. Për ca arsye le policinë dispozicion në tempullat e Izraelit që janë në Shqipëri? Për çfarë arsye le 4-5 polica në derë e tyre? Ju po bëni kundër ligjit. Ju duhet të mbroni shqiptarët. Jo të mbroni ata që vinë me miliona dollar dhe janë miqtë e Edi Ramës e miqtë e Sali Berishës. Largoni policinë sa më parë. Ne kemi foto, do t'i nxjerrim. Po i ruani ata që kanë, t'i themi shqip më mirë, kishën, tempull e Izraelit, e në shkurt e qifutve. Përse i lini 4-5 polica në derë e tyre? Pse i paguajnë 4-5 polica të rinë të mbrojnë ata dhe i keni më çdo vend? Një nuk në intereson. Pra, të dashur shqiptar, erdhi koha e juaj. Nëse dini, ju do fitoni edhe do e Shqipëria e qetë dhe gjithë pasurit që janë të këtyre do të kthehen ke ju. Do kthehen të gjitha ke ju, dashur shqiptar. Hini të bindur. Ne i kemi sa vila janë në përkodrat e Tiranës, në Lushin, në Fierë, në Korçë, Shkodër, kudo. A e dini që Shkodrat, dashur shqiptar, më kanë dërguar edhe më thonë, po marrën bukë me tallona. Ajo Shkodër e patriotëve, ajo Shkodër e kulturës, e kulturës të lashë. E keni parë, dashur shqiptar, që po e nxjerr bota hemën. Dega e parë është Shqipëria. Është Shqipëria e krijuar në këtë botë, në këtë planet. Ja, u trupluam pe mizat e Tekalit, 540 deputet, plus familjet e tyre. Ja, u trupluam pe atyre. E janë i sa më parë, e më shkruani, nëse ju doni, si që më shkruajnë, shumë njerëz, çdo ditë më shkruajnë nga 20.000 veta, që ne duam të vim në Tiranë. Nëse ju doni të vini në Tiranë, ta pushtoni Tiranën në mënyrë paqësore, në mënyrë të takojnë njëri me tjetër, se Tirana 90% kanë erdhur nga jugu, veriu, lindja, perëndimi, që marrën nga $80. Tiranësit e vërtet, pasunikët që janë 4-5, nuk janë toptanët, dashur shqiptarë. Toptanët s'kanë për të marrë asnjë gjë, se i kanë marrë me imponim. Janë dy që s'marrën kur toka, toptanët dhe vërlatësët. I kanë marrë me imponim, si që pash një dize, thoshe toptani, Kalaja toptani. Nga i gjeti toptani, Kalani. Kalaja brenda, restorant, dyqanet me peskate. Ti si e në gjendje të bësh një shtëpi me 2 dhoma gjumi, u beke me peskate. Po gjoja e ka, pra toptan, dilni e thoni që se keni ju. Ne e dim kush e ka. E kanë këto 2 partit, i dim emrat mbi emrat. Po ju, emri juaj ka ngelur. Pra, dyqanet e mëdhenj, tegua si që ja keni vënë emri. Tokë e kujtesh, më dëgjoni me vëmendje, e kujtesh të tokë që është të tegu, e janë i sa më parë dhe shpresa e kombit, e janë i naipni dokumenta, ju do të keni komplet tegu. Kush e ka tokën e tegu, dikush e ka patur. Besoj se këto 4 familje që janë, nëse do t'i them me emrat e tyre, këto janë pasunikët. Ta kanë qenë, e jo toptanët edhe të tjerë. Këto janë të dashur shqiptarë. Me lajmëroni sa më parë, kush e ka pasurin, tokën, që ka qenë tokë, ajo, tokë buke, kush e ka në tegu. Në lajmëroni sa më parë, e janë me dokumenta, ju do të keni komplet si qesh e bërë. Ta gëzoni ju, e jo sërbët,
e jo grekët. Se vërtet Manja thotë e kam, Manja s'ka brek dhe dashur shqiptar. E ato brek që ka, do t'ja gjem ato të vjetra t'ja apim. Pra, të gjitha që thonë jemi pasunik, ta do kenë një zero mbrapa. Sepse këta konë e bolqevikve, hiqni rrota, vini rrota. Pra, këta s'ka në asgjë. Ka ardhur koha e realitetit sot. Natë e mirë dashur shqiptar, miru pafshim nesër, të reja do kini boll, arestimet janë ka marrë formë të prera, të gjitha do arrestojnë flagrancë, të gjithë do të ngjaj më keq se Ilir Metës. Se fundja Ilir Meta është një djalë pavarësisht, po është shqiptar, është nga një familje që ka luftuar me grekët, por vjedhjen që ka bërë, ai t'i lerë të gjitha, po nuk është shoku i këtyre rrugaqve që janë sot fuqi. Nuk është i këtyre preardhje këtyre nuk e janë shqiptar, të dashur shqiptar. Do dalin realitetet, si të Edi Ramës, të Berishës e tjerëve, që nuk janë shqiptar. Pra, Iliri, por, spaku do t'je që zvarë, më keq se që hoqën Iliri. Pra, dashur shqiptar, erdhi koha e realitetit, pra, dilni, ejani, na shkruani, unë jam gati, nesër, mund të them ditën që ju të vini, të mini një gotë ujë të pini, të takojnë vlla, me motër, me fisin, me komshin, me lagjen, mja hasmëri, hiqini mi janë, betoni njëre mirë, jemi vëllezër, jemi shqiptar, jemi një fe, feja jonë është flamuri. Rrot flamuri shqiptar, i kryqëzuar me flamur amerikan. Këto dy flamur do t'jenë në tokën e shqiponjave. Natë e mirë, e miru pafshim, më fali që kam gytur zënë, po me këta jo zënë të angresh, po me këta duhet besh të fundit. Natë e mirë, o vëllezër shqiptar.